Po pika numër 1 dhe kryesore është dorëheqja. Që këtu fillon problemi, sepse kryeministri ka deklaruar që nuk dorëhiqet dhe atëherë mbetet për të parë si çfarë do bëhet, si do shkoj puna. Ajo që ato të tjerat pastaj janë pika që mund të vinë, si më thënë, pas dorëheqjes, një pjesë e tyre, por që një pjesë mundet edhe të realizohen edhe pa dorëheqje. Domethënë, sigurisht qeveria teknike kërkon dorëheqje. Sigurisht disa pika aty kërkojnë dorëheqje, po pika të tilla si anullimi i ligjeve që ka aprovuar kjo qeveri mund bëhen dhe pa dorëheqje, po mund bëhen dhe me dorëheqje, po nëpërmjet parlamentit, se ky është problemi, kur ti dorëhiqet qeveria, po me parlamentin çfarë do ndodh? Sepse parlamenti atje kontrollohet nga dy partitë kryesore. Të dyja janë nën akuzë nga protestuesit. Atëherë kjo qeveria ta thonë të jetë nga qytetar, ose njerëz shoqërisë civile, ose teknicien, por nga ana tjetër këtë duhet ta aprovoj parlamenti. Apo duhet rrëzohet parlamenti, sepse mund të mos e aprovojë parlamenti apo jo. Pra mund të hyet negociata. Kjo është pak kështu, domethënë ajo është një platformë që është shtruar aty, mund të jetë diskutueshme. Unë kërkesat që kam pas vetë dhe që kam shprehur aty nuk janë vetëm për dorëheqjen e qeverisë, edhe një pjesë të atyre, po unë edhe një grup miq që kemi mbështet protestën, kemi kërkuar, kemi bërë thirrje edhe drejtësisë, sepse nuk ka të bësh, ka nevojë të bësh as revolucion, nëse ti je në një shtet të së drejtës ku drejtësia është e pavarur, sepse ata që kanë bërë krime, ata që kanë bërë abuzime, ata shkojnë para drejtësisë, detyrohen vetë të japin dorëheqjen, sepse i merr dhe drejtësia, apo jo? Në rastin konkret, këtu bëhet fjalë për një skem të tërë pastrimit parave të pista të krimit të organizuar, që ku ka pas takime sipas të dhënave që kemi edhe nga SPAKU së fundi, që vinë nga policia spanjolle, belge dhe franceze, pra ku del qartazi që krimi organizuar është mbledhur, është takuar me qeveri, edhe me qeveritarë, dhe është bërë një projekt që nëpërmjet kullave dhe resorteve turistike do pastrohen paratë e pista. Atëherë kjo ngre direkt detyrën ndaj drejtësisë që të hetoj këtë deri në fund, dhe që të hetoj deri në fund do të thotë shkoj deri te kryeministri, se lejet e kullave dhe të këtyre resorteve i jep ai, edhe projektet e tyre i aprovon ai. Dhe nëse këtu derdhen miliarda nga krimi organizuar, ky është një krim i madh. Nuk është zhvillim i Shqipërisë, sepse këta po bëjnë tumor dhe po përjashtojnë, siç është thash fillim, shqiptarët nga pjesët më të bukura të vendit, ku dikur ata kanë qenë, si më thënë, kanë shkelur të cilat i kanë gëzuar tek e fundit nga Bregdeti, se kanë dhe një paket malesh për të kapur dhe malet, për t'ju marrë tokat njerëzve edhe në male. Pra, këtu duhet hyjë dhe drejtësia, që edhe të shpëtoj gjakderdhin që mund ndodhin nesër, sepse nuk i dihet si shkon fundi i kësaj proteste, edhe dhuna mund të shpërthej nga një krau se nga krau tjetër dhe mund të krijohen probleme. Ashtu sikurse ai kemi bërë thirrje dhe ndërkombëtarëve, që politikave ndërkombëtare që mos qëndrojnë të heshtur, por të ndihmojnë Shqipërinë, sepse nuk mundet futesh në Europë si një shtet banditësh dhe të pranohesh për arsye gjeopolitike, geostrategjike, apo qoftë dhe për interesa banale që ata, një pjesë atyre mund të kenë në Shqipëri, përsa i përket këtyre mundësisë për të sjellë ndonjë kompani për të investuar apo për të bërë ndonjë lek, nuk e di si.